Më pak të huaj kanë zgjedhur të vizitojnë Shqipërinë këtë janar, sipas së dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave, në muajin e parë të vitit 2026 kanë hyrë në vendin tonë 552.000 shtetas të huaj, duke shënuar një rënje prej 1.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Ekspertët vërejnë se kjo është hera e parë që hyrjet e turistëve shënojnë rënje në muajin janar që nga periudha e pandemisë. Pas vitit 2022, vendi u kthye në një destinacion të preferuar turistik, duke zgjatur sezonin përtej muajve të verës me rritje të vizitave në qytete si Tirana, Berati, Gjirokastra dhe Korça. Në janar të vitit 2025, hyrjet e të huajve u rritën me 14.5%, ndërsa në 2024 zgjerimi ishte gati 30%. Sipas aktorëve të tregut, ndikim negativ ka patur moti i keq i janarit që ka kufizuar lëvizjet. Tendenca e ngadalësimit kishte nisur që në vitin 2025, kur hyrjet e të huajve u rritën me vetëm 6.6%, niveli më i ulët që nga pandemia. Ndërkohë, ndryshe nga të huaj, daljet e shtetasve shqiptar jashtë vendit u rritën me 3.3%. Të dhënat zyrtare tregojnë se përgjatë muajit janar 2026, në territorin shqiptar kanë hyrë gjithsej 1.196.550 shtetas shqiptar dhe të huaj. Nga ana tjetër dolën 1.343.073 persona, me një rënje prej 1.3%. Sipas Instat, 98% e hyrjeve të huajve janë për qëllime personale. Pjesa më e madhe e vizitorëve vijnë nga Evropa Jugore, që përbën 88% të hyrjeve nga Europa, e ndjekur nga Europa Perëndimore me 6%.